Durrësi njihet si qytet me oreks të lartë për sa i përket thashëthemeve. Unë gjatë vettingut kam thonë ka një rast Austrisë, Winter Pettinger kundër Austrisë, është 1983 në Strasburg dhe shpjegon dhe thashëthemin në aspektin juridik. Ka pasa thashëtheme, po nuk e di arsye në vërtetë, e din ata që e kanë po. Në rastin konkret, asnjëri nga personat që kena qenë makinë nuk i kena pas borxh atij që ka organizuar këtë gjë. Asnjë? Absolutisht. Jashtë çdo lloj kufiri, djali i ri që ka ndrruar jetë, shoferi. Jashtë çdo kufiri. Dakor, unë isha shok me këtë djalin tjetër, kishin probleme me atë, kishin probleme me mua, çrëndsi ka. Ai tjetri është sakrifikuar jashtë çdo lloj logjike. Nga momenti që ka ndodhur ngjarja, dhe deri më sot që flasin kanë kaluar 6 vite e sa. 6 vite. Po. Dhe në këto kushte, të gjithë personat, përfshirë ata që janë në burg mbas ekurave, e dinë fare mirë, uroj të dalin sa më shpejt. E uroj të dalin sa më shpejt. Uroj të dalin. Ata janë autor? As spital, as në burg s'do me po asnjë. Dhe i ftoj publikisht të dalin thonë qoftë se janë doja, ju ka një borxh personal atyre. Qoftë edhe me gojë, ti kem përmend në tavolina, jo më në televizion ose në prokurori ose në këto. Se nuk i kam pas ndonjëherë në listë se ekzistojnë kundër për njerëz, në aspektin e burrërisë tyre ose faktit që kanë qenë legjenda urbane. Pra nuk më kanë intimiduar ndonjëherë mua këta individ, jo këta pas një në Shqipëri. Janë qenie si unë. Thjesht unë nuk kam punë me ata s'kan punë me mua, janë në jetën time. Kush ka pas punë me mua? Ti uron atyre të lirohen. Po, nuk du me pa hasmin burg. As në spital, as në burg. Nëse, në rastin konkret, kjo ngjarje është pjesë, them unë e thashëthemeve. E thashëthemeve. Ç'është thashëthemi, në ç'kuptim? Se ju shumë mirë tha thashëtheme trashën dhe pastaj bën si të vërteta. Po diçka ka ndodhur aty sepse ata që kanë marrë këtë vendim kanë perceptime të ndryshme mbi realitetin. Prandaj unë i them, gjysmë vërtetat janë gjithmonë tëmshë. E vërteta absolute është si puna me që jam katolik. E them dialekt gegërisht se më pëlqen kmona. Kombora, kmona. Kmona e kirës bjem 2 kratë. Ding, dong. Duhet me gjuhë edhe Rolandin edhe Arianin lidhe me një të vërtetë. Se unë nuk mund ta kem instancën e fundit të vërtetës. Po çfarë bëhet fjalë për çështje penale? Po si duket kanë pas një perceptim gabuar në lidhje me një ngjarje të mëparshme ose një gjë tjetër dhe targeti nuk ishit ju. Se di, ata kanë pas nga përgjimet del që kanë pas dëshirë të më godasin dhe mua. Ata kanë bëu ma e kanë kryer detyrën e vet. Ka dash Zoti që unë jam gjallë këtu ku jam, ata e kanë kryer, ja u di bërner se e kanë kryer punën e vet ata. Ku e keni plagën? Ku morët plagën? Këtu, te pjesa e subklavjes, këtu mbas qafës. Ishte plagë e rëndë? Po si mas mjekve, do më thonë, punë milimetri është pjesa e subklavjes tu që edhe po t'jesh në sallë të operacionit e kanë shumë vështirë për të ndërhyrë mjekët. Po t'ishte kjo karotidja, edhe lidhe dhe qeve ku diun ç'a bën. Ndërsa kjo pjesa tjetër këtu, poshtë kësaj nuk të lejon kocka. Fati e desh, jo thy kocka këtu, doli këtu, po jo që kemi qenë duke ecë me 60-70 në orë, po të kisha shqetësimin më të vogël që ne do ishim prej një atentati, ne do kishim marrë masa të tjera. Dhe është jashtë logjikës që unë të kem bërë një veprim ndaj dikujt, ku të parashikoj që mund të ketë veprime që mund të më cënojnë ndaj jetën, dhe unë dalë se mos më bën përshtypje plumit. Kjo është te kufive të absurdit. Po shoferi që ndroi jetë, çfarë plagësh mori? Të rënda? Ka marrë dy plagë nga mbrapa kurrisit, po të cilët i kanë shkaktuar tromboembolinë mushkëri dhe mbas 7-8 ditësh, ai ka qenë gjendje më të mirë shëndetësore se ne dy tjerët, mbas 7-8 ditësh për shkak një trombe në mushkëri i ka ardhur vdekja. Po personi tjetër që u plagos? Gjej rastin që jo vetëm ngushëlloi familjarët e tij, ka qenë djali i shkëlqyer, djali i qetë pa probleme. Ndërsa për shtypin që vazhdojnë e referojnë dhe sot, ai s'ka qenë kurrë ish policë në Fushkruj. Nuk e qenë? Jo, asnjë. Ai ka qenë 23 vjeç, kanë thonë ish policë. Ai referon një person i krejt tjetër, mosh krejt tjetër, s'ka lidhje fare. Ju e morët ju në punët apo e gjetët aty? Ma ka referuar një miku im, edhe e kam marrë. Tani, për shkak të faktit që fëmijët ishin më të vegjël në atë kohë, shkonin nëpër kurse këto problemet që janë jashtë orarit mësimor. Po, sigurisht. Se fëmijët e mi janë arsimu në shkollë publike. Për kurset private që duhet shkohen, duhesh një person i cili ti shoqëron. Dhe s'kishte një muaj, si me thonë që ishte shofer me muaj ndjeri. Një muaj kishe shofer? Po, dhe unë normalisht që ti besosh fëmijët dikujt, si rregull duhet ta testosh vetë. Dhe kërton ku unë jam lindë, rrit ka një shprehje të madhe. Ati tjetrit, po si njofte huqet, po e them dialekt veset, mos bëj biznes me të.
Dhe fillimisht duhet të krijoj unë perceptimin tim, çfarë njeriu është ky, është i pastër, është i rregullt, ai shpejt me makinë. Edhe din gjithë kush e ka njoft, ndjes pastër ka qenë njëri perfekt. Nuk kam net unë me rrugeç që xhirojnë gomat në rrugë dhe bëjnë të fortin e muskujt. Nuk i kam pas këto. Edhe ata që e mendojnë që kanë qenë rrugeçër ose që kanë qëndruar me mua, kanë net urtë. Sa persona u plagosën, po personi tjetër që plagosën? Edhe personi tjetër është plagosur, rond ka pasi i plagë këtu në nofull, ka pas dëmtim masiv të nofullit, se të pjesës poshtë veshit i është ty pjesa zigomatike. Këtu ka pas dhe i plumë në kraj. Ka qenë më rëndë se sa ne. Ka qenë në sedilën mbrapa. Në sedilën mbrapa. Ju ishit para, mbrapa? Ju? Unë sedilën e parë. Ju në sedilën e parë. Po mbrapa sa persona ishin? Një person dhe shoferi. Do në kaq, nuk ka persona tjetër. Jo. Makina tjetër që kishte personi që ishte mbrapa, na shoqëron dhe nga mbrapa. Kishit një makinë shoqëruese? Po kishte armë me makina për te dreka. Do iknim se kishim një pjesë rrugës bashkë, nuk e kishim për shoqërim makinën. Po thjesht erdhëm me 2 makina. Hajde bëjmë muhabet rrugës kaq. Do thonë ju personin e kishit me makinë tjetër? Po në makinë tjetër, s'kishte lidhje me mua, thjesht isha me shoferin. Po shkruar sigurisht ka qenë dhe një zonjë në makinë? Në momentet e para kanë thonë një zonjë bile për hilaritet, se nuk është as nivel në emisionit tuaj, as timin. Kur vinin në spital dhe thoshin këto biseda, çfarë efekti ka media, i thash, ka rrezik mos ma ka paraqisit bashkëshortja këtë atentatin. Po çfarë femre ka pas aty, çfarë zonjë ka. S'ka pas fare. Po jo. Si ka mundësi? Më pas nxorën në aty që ka pas armë makinë dhe e kanë heq kolegët, i kanë heq. Po edhe këtë kanë. Çfarë më. Janë sekuestruar ca telefona aty, bile është për ironinë e fatit, po e them këtu, jam pyet nga prokurori dhe oficerit e SPAK-u në atë kohë, dhe më shtanë është i telefon që ja dim kodin, 1682, shënoje, hape, qoje për ekspertim. Për qa? Jo, ma si këta. E kështë menduar në njerë që ti si prokuror të gjendesh në një situatë të tillë? Shiko, pjesa e prokurorit ose deputetit ose e veshjes zyrtare, si rastin konkret, është një mburoj që ta jep ligjit ca privilegje tjera me radhë. Është si me thonë sot që ti ke imunitet nga kjo, nga jo. Në fakt, unë funksionoj si njëri. Fjalët e mia janë përgjithshme në raport me integritetin tim familjar dhe personal. Unë se kam menduar si individ që ti kem bërë dëm kujt që të më vinë plumba. Po ja, keni një akuzë nga ky Ilie, ky avokati. Po. Keni pasur një akuzë që ai u dhunua dhe thotë mbas kësaj fshihet Ariandoja. Ai ka bërë një akuzë publike. Ka bë një kallëzim, ka pas një procedim penal, fatkeqësisht nuk dal unë askund i përfshirë ajo ngjarja atij. Penalisht. Ju kishit mbrojtje nga shteti? Kur? Në momentin që ishit përpara se ndodhte ngjarja? Po. Jo, përpara se ndodhte ngjarja, jo. S'ka pasur bodyguard, roje? Jo. Ligji për statusin e deputetit, për statusin e magjistratit, ku ka ndryshuar ligji mas reformës, që thuhet magjistrat, gjyqtar dhe prokuror, parashikon që në raste të tilla sigurohet mbrojtje fizike, ka vendosur Këshilli i Lartë i Prokurisë me iniciativë, bile ka qenë kryetari i komisionit të posaçëm në atë kohë zoti Bazaj, dhe kur kanë ardhur punojësit e shërbimit dhe ai vetë në spital, më kanë vizituar dhe kanë thonë që kemi vendosur mbrojtje të veçantë. Dhe kjo mund të zgjasë gjithë jetën për shkak të faktit se unë statusin e magjistratit nuk e kam humbur. Dhe kështu është rregull që vazhdon pafundësisht, derisa të jem. E qoni të mbyllur tashmë këtë çështje? Këtë çështje. Të atentatit? Po për mua është e mbyllur. Pse është e mbyllur? E rëndësishme është që në këtë jetë të dalë vërteta. E vërteta thotë vonon, po nuk harron. Ama ka pas thonë dikush një njeri i mençur që ka ndruar jetë, thoshte disa brin ti thyen. Mu mi ka thyet sa bri kjo. Ti ka thyer, ë? Po mi ka thyet sa bri sepse më ka dëmtuar edhe imazhin publik. Pra për i pjesë, mos t'i përmend me emra, disa kolegë këtu më kanë bërë kryetar të grupi kriminale, kryetar organizate kriminale, përfshirë dhe atë që ishte pak më parë që thash lidhje. Ku shau ka dhënë këto informacione atyre? Po s'është çështje perceptimi, dëmtimi imazhi. E kuptova. Mund t'ja ketë dhënë dhe ai që është mbasegurve dhe disa bashkëpunëtorë të tij që janë mbasegurve. Po këta janë dyshime, nuk janë kuadrin e të vërtetës. 50 çestime, jo 50 çest tjetër. Po do tjetër? Ju mbaruat magjistraturën në vitin? Ne kemi bë 99 2002, 2001 jam emëruar prokuror sepse ishte sistemi. Çfarë ishte magjistratura për ju mbas diplomimit të si jurist në fakultetin e drejtësisë?
Magistratura ishte një mundësi reale për ne që s'kishim asnjë lloj mbështetje, as ekonomike, as financiare, dhe as njohje në qarqet e drejtësisë dhe të politikës. E vetmja dritare ishte ajo? E vetmja mundësi, desh fat. Si dole t'ju me rezultate aty? Po në konkursin e magistraturës kam dali 6, ndërsa në rezultatet 3 vjeçare kam dali i pari. I pari? Pas e marrë medalje të artë? Jo, s'ka medalje atje. S'ka medalje, po? Bëhet pikëzim i pikëve, domethënë në 3 vitet sistemi vlerësimit. Cilin nga pedagogët vlerësonim shumë nga ata që ju keni pasur në magistraturë? Vangel Kosta. Angel Kosta? Po. Po tjetër? Po ka pas dhe pedagog tjerë, Ben Rakipi, Sogol Satushi, ka pas dhe Po pedagog. t'yus për Ben Rakipin, po Vangel Kosta? Po Vangel pse, Kosta. ka në një veçantë? Por mua them publikisht, është një ndër njerëzit, thonë italian saggio, i mençur. Pra ti është inteligjent dhe i zgjuar, është diçka tjetër. Kam pas dhe tjerë, kam pas Dashamir Koren, se mos i përmend me emra se nglojnë në njërin, gjithë nuk kanë qenë Po jo, po këtë spikat me shumë.